një vulkan do shpërthej, por nuk është sot dita. Në fakt jam afër vulkanit të Vezuvit, afër qytetit Napolit, një nga vulkanët e pakt që janë aktiv në Europë edhe në botë. Jam në fakt ai qytet që u rafshua para 2000 vjetësh. Në fakt nuk u rafshua, çdo gjë është siç ka qenë, gjithë organizimi, gjithë gjëja. Por u ngriu, thjesht ngriu në kohë një ditë të bukur, kur nxehtësia e vulkanit i përfshiu gjithë dhe i la ashtu siç ishin, siç mund të keni parë, siç mund të keni lexuar shpesh. Jam në Pompej, në qytetin antik të Pompejit. Këto që shikoni mbas meje në fakt janë 2000 ca vjeçare. Pikturat dhe mozaikët e Venusit. Kjo është një shtëpi fisnikësh. Filloi dhe shiu. Dhe bubullimat tani. Gjithë ditën kohë e bukur, tani fillojnë bubullimat. Kjo është në fakt një shtëpi fisnikësh, një nga shtëpitë e shumta, siç janë në këtë zonë. Qyteti është shumë i madh, shumë i bukur, shumë i mrekullueshëm, i manitshëm. Por unë ndalova që t'ju shpjegoj një dy koncepte për të bërë ndoshta të ngjashmërinë apo lidhjen politike me një situatë cilën e ndëshkoi këtë qytetërim që të ndalonte në kohë dhe në funksion. Qytetërimi i Pompejit mbahet si një nga qytetërimet më zhvilluara që nuk e gjej më nga sa pashun këtu dhe nga studimet, por tani që e preka dhe e pash vetë dhe kushdo që do vi do shikoj, mbahet si një nga qytetërimet më të zhvilluara jo vetëm në atë kohë, po edhe sot nuk e gjejmë të tillë organizim politik, arkitekturor, të tillë qytetërim, të tillë arkitekturë, të tillë nivel arti, kulture, sporti. Këtu shikojmë që ka palestra të vogla dhe palestra elitare. Ka amfiteatro, ka arena të gladiatorëve, ka cilat janë ndara dhe për zonat popullore, çdo gjë ndara dhe për zonat popullore dhe për zonat elitare. Po papritur një ditë të kishte një qytetërim thellësisht pagan, jo pagan si joni që përzinë qime me nuk flasim për këtë paganizëm. Flasim për paganizëm si këto që ndërroheshin perëndit në çdo shtëpi, edhe në çdo shtëpi normale popullore, si pasojë ndikimeve edhe ka vishin dhe mbyti. Si pasojë ndikimeve edhe helene, edhe romake. Është një nga qytetërimet që ka marrë gjërat më të bukura nga të dy qytetërimet edhe helene dhe romake. Po një ditë koha ngriu, siç po thoja, bëra ullumtim thellësisht çfarë ndëshkoi këta njerëz që një ditë papritur gjithë ky qytetërim i bukur, njerëzit të gëzuar, kishte restorante, kishte jetë sociale, ishin të lumtur, kishin aktivitete, të mbushur shpirtërisht, papritur zhduk. Zotat u zemruan. Pse u zemruan? U lumtova dhe thuhet që një nga arsyet kryesore që shënoi papritur, jo fundin, se thuhet që ky qytetërim nuk mori fund kurrë dhe këtu koha ka ngrirë. Thjesht ngriu. Thuhet se ishte korrupsioni arsyeja. Thuhet se ishte një nga periudhat që perandoria romake ishte zhytur në korrupsion. U pasqyrua shumë në këtë qytetërim këtu të Pompejit, sepse korrupsioni arriti deri në atë që quhet qelizën e shoqërisë, qenegjenezën e shoqërisë. Thuhet se filluan të shkëmbeshin të gjitha këto kënaqësitë shpirtërore, këto për shumë pak, shkëmbeshin për shumë pak me paranë, me monedhën e kohës. Çdo gjë filloi të shitej, blihej, çdo ndeshje, çdo arktim, çdo seksi e të tjerë. Këtu pas kishte shtëpi publike që nuk ja merr në mendja njeriu që mund të kishte në atë kohë. Filloi çdo gjë të shitej, po filloi që të ndikonte edhe në jetën e vendit, dhe politike, dhe në jetën sociale, dhe në çdo gjë. Kjo është ajo që unë gjeta, jo unë, se historia është histori, po unë që vendosa t'ua thoj ajo. Kjo është ajo që unë gjeta ngjashmërime të quhet. Por ne nuk kemi këtë standard qytetërimi dhe ndoshta nuk do kemi kur, ndoshta e kemi patur, po se e kanë thënë. Po kjo është ajo ngjashmëri që unë doja t'ju thoja, që korrupsioni është një keqe që në një moment të ndërshkon. Dhe nuk po flasim për një qytetërim,
si Sodom dhe Gomora që thonë gojdhëna që papritur u acaruan dhe u nëvikosën Perëndit dhe zhytën. Flasim për një qytetërim që u realizua pikërisht për këtë, korrupsionin. Sikur të kishim ne vetëm korrupsionin, sa mëkate të tjera kemi në atë vendin tonë. Po kujdes, çdo gjë një ditë, po nuk e kapën kohë, merr fund. Edhe kur merr fund, kur acaron zotat, zhyten gjithë brenda. Nuk ka as elit, as popull, as të gjithë zhyten. Unë Eva Evanthia ju përshëndes shumë. Ju uroj gjithë mirat. Ju përshëndes nga Pompei. Shikoj edhe njerëz të bukura që janë të moralet. Dhe në të mira ju dëgjofsha. Paçi.